u kriju i panorame qartë për mu dhe gjithë ekipin tonë të ekspertëve që punuam në fushat e financave, teritorit, legislacionit, cili është modeli dhe ne e propozuam, por praktikat ndërkombëtare, praktika e komisioneve të më përpashme, komisionit Fino, praktika edhe komisionit Çupi, Denaj, para 2 vitesh unë kam punu për atë, përcaktuar një kornisë të përgjithshme. Dhe në këtë rast që në fillim është ne duhet vendosim kriteret, mbi bazë të tyre kritereve, do ecim për gjetë metodologjik. Tu ka çaluar puna? Nuk u bën asnjëherë këto kritere. Ndaj unë gjithmonë e kam thënë edhe në raportin e fundit që çova bëra një vlerësim të faktit duke krahasuar çfarë ishte reforma më përpashme, ku çaloi, cilët ishin problemet në mjaft sektor, me çfarë kriteresh u bë e para, me çfarë kriteresh duhet bërë e dyta, si duhet t'i azhërojmë, se mund të mos jenë të njëjta kritere sepse kemi dinamik tjetër, dhe kam ftuar komisionin, pra në raportet kam ftuar komisionin që të miratojnë këto kritere, në bazë tyre kritereve, më rezultuan pra në raportin që kemi quar, nuk ka 300 faqe, ka 400 faqe, raporti jonë. Pse mërsh me teknikalitete? Se kur të nashë rëndësi teknikaliteteve, kur ne po flasim për ndryshim shumë të madh që do të pas një dekade në vendin tonë. Pra, prandaj thash, po për t'ju kundërvu 300, se kemi me 400, pra dhe propozuam disa modele, unë i kam dhe këtu disa modele, disa prognoza, i kam këtu disa prognozat të tjera. Pra, ideja ishte që ne ekspertët i thonim, sepse pak të nuk shu e kisha kuptuar, që ne do të propozonim kriteret, komisioni miraton kriteret, në bazë tyre kritereve ne do të propozonim disa... Për ishte punë që nuk funksionojnë të reforme? Tash, fakti që... Shiko, Alba, o çështje besimit, kam shkujt para ca ditësh në fakt, vjen i keq ardhur jashtë mase që në qoftë se Partia Demokratike thot tashti ora, sa mund të jetë ora tani, ora 11. 11:14 minuta, Partia Socialiste thot s'të besoj, nuk është 11:14, nuk është e diel, është e hënë, edhe është ora 16:17. E njëjta gjë ndodh edhe tek në qoftë se Partia Socialiste thot njëjtën gjë. Një nivel i besimit politik të këtyre përmasave në Shqipëri nuk ka qenë asnjëherë. Edhe ky është problemi që nuk besojnë as te metodologjia, as te praktikat, dhe fakti i këtij mosbesimi pastaj kalojnë në procedura dhe nuk besojnë tek modelet e njëri tjetrit. Xhamali, do t'jap një element që Xhensil Shkëmbi, kolegu Euronews, ka cilë si material për redaksin. Maliqi rrezikon shkrirjen detaje nga harta e re territoriale. Ekspertët, më themi të pushtetit vendor, pra në Partisë Socialiste, pak sipas asaj që shkruan Xhensil Shkëmbi, është se kjo bashki mund të shkrihet. Po marrim si shembull, meqense se kemi këtë zhvillim të fundit që vjen nga Korça, dhe pastaj mund të bëjmë një rezume të përditshme. Çfarë ndodh nëse një bashki e tillë shkrihet? Shiko, i gjithë, vje keq ta filloj kështu ke shkrirja, sepse unë mendoj i përkas i modeli tjetër, pra ne kemi histori bashkë që vinë në studio tuaj. Unë i përkas që t'i mbajnë bashkit që kanë historinë e tyre, identitetin e tyre, urban, gjys urban, me probleme me të mira dhe me të këqijat e tyre, por kanë krijuar një identitet, është investuar dhe qeveria deri para 2 vitesh thonte, dhe para gjatë periudhës që bonin prejasi, ka një performancë të shkëlqyer. Maliqi një bashki e shkëlqyer, ka bo digital shërbimet, ka bo one-stop shop, ka bo arkive elektronike. Unë fakt i dija që to ishin një qik me dozat të larta, po e pranoja kështu si qishe. Tashi ti, kur të duhet ty të mbyllësh, tu Maliqi nuk ka performancë të mirë. Këto nuk janë veprime serioze. Por unë them që këto bashki duhen majt, ne duhet të grupojmë 312 njësit administrative, shuajmë këtë fragmentarizimi, bashkojmë duke vendosur një kriter, për shembull 5.000 apo 7.000 banor, nën këtë popullsisë duhet ketë mo asnjë njësi qeverisje. Po si funksionon në ndryshme bashkimet europiane? Sa dush, Kroacia është modeli, Slovenia ka dhe të tjera, dhe mbanim këtë. Kur cila do ishte problemi kësaj, Alba? Në logjik pra cili do ishte territori. Harta Shqipërisë ishte kompozuar me 61 qytete bashki, edhe nga analizat që ne kemi këtu, pra çfarë do të shtojmë, çfarë do të heqim, na dalin diku rreth 30 bashki, po janë rurale. Në raportin që ka bërë Mazniku e përcakton në fakt që nuk kanë qendra urbane një pjesë e këtyre. Ashtu është siç e ka thonë ai, por fakti që unë nuk kam një qendër urbane, pse i lindet drejta majorancës
që ta shkri. Që ta shkri. Fakti që s'ka një qendër urbane, edhe po përsëris, ashtu është, pse i lindet drejta të më mohoj vullnetin e komunitetit për të vetë organizuar, për të pas strukturat e mia, për të qeverisur, për të zgjedhur drejtuesin tim, afër në një zonë të caktuar, por sigurisht duke përcaktuar një masë të marrim një shembull popullsie. konkret për ta bërë pak më të qartë edhe për mua, që nuk e njoh Ja pushtetin shkojmë vendor. në Durrës për shembull dhe në Shijak. Okej. Ja marrim këtë rast. Çfarë njësie apo mund të themi mini bashki apo bashki atje mund të shkrihet? Shijaku. Marrim si shembull? Marrim si shembull Shijakun. Meqense unë nisa me Maliqin. Çfarë mund të ndodhë për banorët? Disa fshatra, disa njësi administrative mund të kalojnë në Durrës e disa të tjerë në Rogozhin, varet se si ndahen. Pra, cili është dëmi që mund të shkaktohet përveç benefiteve? Shiko, dëmi është i madh. Pra, le të themi, shkojmë në Shijak. Shijaku është aktualisht është një bashkim me performancë shumë të mirë, po performon goxha mirë në mjaft të sektor. Se për një moment mendoj që do shkosh te Kavaja dhe do thuash që është bashkia e djathta jo, dashkim po për ti këtë e gjë. di që unë jem neutral, i them gjërat edhe majtas dhe djathtas dhe nuk kam as i merak. Tashti, po them, unë uroj që të mos ndodhi. Shijaku, histori, tradit, kulturë, pavarësisht se ato nivel urbanizimi ka dhe unë e kuptoj që nivelin e urbanizimit po të marrësh kriteret e kombeve të bashkuara për shkallën e urbanizimit brenda një qelize për 1 kilometër katror, sa banor ka, unë e kuptoj që ajo aq ka 300 banor për kilometër katror, nuk është si Durrës, si që ka mbi 1500. Por kjo nuk do të thotë që të shuan gjithë të elementë të historisë, të mbyllim ato administrat, të çojmë qytetarët e Shijakut, por jo të Shijakut, Shijak aty, po të gjithë njësive t'i çojmë në Durrës. Çështja më një argument tjetër që e thonë vetë, po do unë mbështes, a thua se qytetarët e Durrësit, brenda Durrësit janë të ngopur me kualitet, me sasi dhe cilësi shërbimi që s'kan ku ta çojnë më dhe me që aty është plotësuar, kanë ngel për të plotësuar kërkesat e Shijakut. Pra, unë mendoj që edhe nga pikpamja territoriale, pikpamja historike, tradita, ajo bashki, edhe ai model bashkisë që janë periferit, qyteteve që kanë kriju identitet duhet të qëndrojnë. E njëjta gjë me Maliqin, e njëjta gjë me po e përmendëm Prejasin, apo Vallën e Dejes, apo këto bashkit e vogla me Maliaj, apo Fusharzi. Nga elementet që ke marrë, nga reagimet dhe interesi qytetarëve për të qenë pjesë të dëgjesave, nëse kjo miratohet, kemi 23 korrikun seancën e fundit plenare për këtë sesion parlamentar. A mendon se do të ketë reagim nga ana e qytetarëve nëse për tek bashki, për një bashki ndryshon gjëja për Maliqin, për Shijakun, apo për këtë duash ti të vendosësh në listë nëse të kurret dhe shkojmë në propozimin e Partisë Socialiste për 40 deri në 50 bashki. Mund të ketë nga ata qytetarë që reagojnë?